Vlora, që gjatë viteve të fundit ka njohur një rritje të dukshme zhvillimi urban dhe turistik, sot përballet me një situatë problematike në infrastrukturën rrugore. Në shumë prej lagjeve të Vlorës, si dhe në rrugica dytësore të lagjeve të banuara, shihen kanale të thella të hapura dhe të pambyllura. Punimet e lëna përgjysmë nga kompania që po ndërton rrjetin e ri të ujësjellësit kanë shndërruar rrugët në zona të rrezikshme ku kalimi është bërë i vështirë dhe ndonjëherë i pamundur. Shumë drejtues automjetesh raportojnë për dëmtime të makinave teksa kapen të papërgatitur nga gropat e hapura. Situata bëhet edhe më alarmante gjatë ditëve me reshje shiu. Kanalet mbushen me ujë dhe zhduken nga shikimi, duke u shndërruar në kurthe të vërteta për automjetet. Trafiku ngadalësohet në disa zona. Kompania kontraktuese duhet të tregojë përgjegjësinë më të madhe ndaj komunitetit. Një projekt kaq i rëndësishëm duhet të shoqërohet me masa sigurie, organizim më të mirë dhe ritme pune që respektojnë standardet minimale të lehtësimit të lëvizjes. Ata kërkojnë mbushjen dhe asfaltimin e menjëhershëm të kanaleve në zonat ku punimet kanë përfunduar, si dhe vendosjen e sinjalistikës paralajmëruese për zonat ku ndërhyrjet vazhdojnë. Ndërkohë, situata merr një tjetër dimension teksa qyteti i Vlorës po i afrohet periudhës së festave të nëntorit dhe më pas atyre të fundvitit. Gjatë kësaj kohe pritet një fluks i shtuar vizitorësh dhe emigrantësh që kthehen për pushime dhe për të kaluar kohë me familjet e tyre. Përtej ankesave, qytetarët kërkojnë seriozitet nga kompania që po kryen punimet. Sipas tyre, mungesa e informacionit zyrtar mbi planin e punimeve, kozjatjen e projektit dhe hapat e ardhshëm vetëm sa shton konfuzionin. Një projekt i tillë duhet të ketë një koordinim mes autoriteteve vendore dhe kompanisë zbatuese, duke garantuar që puna e përditshme e qytetit të mos paralizohet. Në këtë situatë, apeli i qytetarëve është i qartë: përgjegjësi, ritëm më të shpejtë dhe rikthim i normalitetit. Ata presin që asfaltimi i rrugëve të nisë menjëherë, në mënyrë që qyteti të jetë i gatshëm për të pritur sezonin festiv dhe vizitorët që do të vinë në Vlorë.